Fol drejt, faleminderit. Ajo që më shtyu të shkoja në Gaza është si për të gjithë, frustrimi i pamundësisë për të ndihmuar, për të mos mundur për të qenë i detyruar të dërosh, këtë gërsi, këtë masakur të qetë në shtëpinë e tyre. Çfarë më dha shtytjen përfundimtare ishte video një kirurgu që doi ta amputonte këmbën e vajzës së tij në sallon, pa anestezion. Kjo video ishte e tepërt. Në kuptimin që unë ndjeva kaq i padobishëm aty ku isha. Dhe i bëra vetes këtë pyetje. Pash me vete, po sikur të isha atje të paktën mund ta kisha ndihmuar atë burr të priste këmbën e vajzës së tij. Dhe kështu video ishte shtysa kryesore, por sigurisht ka mira video tjera, mira fakte, imazhe, foto. Imazhe që një qenie njerëzore nuk do t'i shoh. Dhe kjo pafuqi ekstreme më shtyu të pyes veten se si t'i ndihmoj dhe fillimisht u përpoqja të ndihmoj pa shkuar atje. Ndërmjet protestave, bojkotit, e kështu me radhë, por shumë shpejt e kuptova se kjo nuk mjaftonte. Dhe kështu ky vendim për të nisur atje u mor në mënyrë mjaft radikale. Pasi vendimi u mor, nuk kishte më kthe mbrapa dhe duhej të gjeja një shoqat që të pranonte të më dërgonte atje, gjë që ishte shumë e vështirë. Dhe më në fund arrita të gjeja një OJC evropiane që kishte pranuar dosjen time dhe që më kishte garantuar hyrje në Gazë në muajt e ardhshëm. Dhe kështu në prill mund të bëja misionin tim të parë. Të dytin në korrekt dhe të tretin në dhjetor. Mendoj se çdo mjek dëshiron të jetë i dobishëm. Pastaj unë shpjegova fëmijëve të mi, të afërmëve të mi, se nëse kisha studiuar mjekësinë në fillim, ishte për këtë arsye. Për të ndihmuar ata që kanë vërtet nevojë. Nuk them se jam i padobishëm këto, por këto jam let i zëvendësueshëm, pra plotësisht i zëvendësueshëm. Unë largohem, një mjek tjetër vjen dhe zë vendin tim. Por atje nuk kanë më mjek, nuk kanë më ilaçe, nuk kanë më spitale. Dhe kështu të ndihesh i dobishëm, të dish se ata kishin shumë nevojë, në fakt është nevoja që më motivoi. Dhe ja shpjegova vajzës time shumë thjesht. Në fund është e lehtë të flasësh me fëmijët. Ja shpjegova vajzës time që të provoj të vihet në vendin e tyre. I tregova disa video, sigurisht jo shumë të dhënshme, por i thash dëgjoj, imagjino sikur nesër Zvicra të sulmohet. Dhe të gjitha spitalet të shkatërrohen dhe ti je plagosur në shtëpi. Si do t'ja bënim? A do të ishe e lumtur të shihje një mjek të vinte nga Senegali apo nga Koreja për të kuruar? Dhe atë jo me njëherë e kuptoj, me njëherë bëri lidhin dhe tha, ke të drejtë, shko ndihmoj fëmijëve në Gaza. Ishte mjaft e lehtë dhe pastaj, mbështetja në fundit të gjithë të afërmëve të mi, kur i njoftova se do të shkoja në Gaza, të gjithë theshin një ndihmë e jashtëzakonshme për mua. Dhe gjithashtu edhe kolegët e mi, kirurgët, që më mësuan teknika që unë nuk i zotroja fare, pacientët e mi që më financuan, shumë pajisje, shumë materiale. Kështu që pati një valë solidariteti. Kjo është pjesa më e komplikuar. Të shkosh në Gaza është shumë e vështirë. Së pari procedurat për të gjetur një OJC, i që ju dërgon atje janë shumë të komplikuara. Kisha kontaktuar MSF, kisha kontaktuar Médecins du Monde, kisha kontaktuar gjitha OJC-t, kisha kontaktuar kryqin e Koq, të gjithë më kishin shpjeguar se zona ishte shumë e rrezikshme dhe se ata refuzonin të dërgonin mjek. Derisa një ditë, një mik më dërgoi një video, një grup i mjekësh të huaj, që hynin në Gaza përmes një OJC-je të quajtur Palmed, dhe atëherë i kontaktova direkt dhe i bëra kërkesë për të marrë një përgjigje. Por atëherë vështirësia e parë ishte të gjesh një OJC. Pasi ta kish gjetur ata, je në pritje të misionit. Dhe autorizimet janë shumë të komplikuara. Mes dritës jeshile që më dha në janar dhe fillimit të misionit tim, kaluan 3 muaj, kështu që prita 3 muaj që të shkoja në Gaza.
Kështu nisa me 10 prill herën e parë. Dhe mbaj mend se ishte 4 prilli, kur kjo që më telefonoi për të më thënë, ke për të nisur pas 5 ditësh, pas 6 ditësh, dhe kështu më pas duhet të kesh gjithë përgatitjen mentale. Sepse sapo e mëson se do të shkosh atje, atëherë më netët nuk janë të njëjta, bëhet gjithçka konkrete. Misioni i parë ishte përmes Egjiptit. Unë prisja të gjeja një vend aleat, në një farë mënyrë aleat, të paktën me çështjen e palestinezëve, por as pak nuk është kështu. As pak nuk është kështu. Kishte shumë barriera, shumë pika kontrolli, shumë pengesa. Bagazhet tona kontrolloheshin sistematikisht. Refuzoheshin dhe kështu na u desh të lënim pas shumë pajisje. Kështu që kjo është realiteti i parë që ballafaqohesh. Pra do të kuptosh që në fund shkon me një synim të caktuar. Por ka shumë bllokime. Para se të hysh në Gaza, do të thoja se kalimi përmes Egjiptit ishte relativisht i lehtë në krahasim me atë që bëm në korrekt dhjetor duke kaluar përmes Jordanisë. Sepse përmes Jordanisë ishte shumë e vështirë. Që në aeroport, kur nëse zbulojnë se ki ilaçe me vete, si morfin apo anestezion, shkon direkt në burg, nuk ka diskutim. Edhe nëse është për Gazën. Pastaj kalimi natyrisht bëhet nga Amani, deri në jug të rripit të Gazës, kështu që kalojmë Izraelin, por dua të them se para se të hysh në rripin e Gazës në Jordani, merr një letër zyrtare nga autoritetet izraelite që thotë ndalohet të sjellësh ilaç, ndalohet të sjellësh pajisje. Ke të drejtë vetëm për 1 kilogram ushqim, kështu që kufizimet janë zyrtare, i nuk janë thashë them. Është një dokument që vjen nga ushtria izraelite, kështu që në thelb të thonë je mjek humanitar, por vjen pa asgjë. Kjo është shumë zhgënjyese. Bariera e tretë është udhëtimi. Sa po kalon kufirin e Izraelit, në fund keni çantë pothuajse bosh. Sepse gjithçka të konfiskohet dhe ke këtë udhëtim që është i tmerrshëm. Për të hyrë në rripin e Gazës, ke pika kontrolli sistematike. Dhe sa po je në rripin e Gazës, je në një autobus i cili vjen nga Gaza që të marrë, dhe po ashtu për të shkuar në spital ndalohesh sistematikisht. Për shembull, nga Rafa për të shkuar deri në qytetin e Gazës më mori 10 deri në 12 orë. Për 20-25 kilometra. Duhet me kuptu mirë se është jashtëzakonisht komplekse. Ndonjëherë autobusi ndalohet pa arsye për 4-5 orë në diell. Kështu që pengesa ka gjithmonë. Dhe në fakt kam përshtypjen se gjithçka bëhet për të bërë të besosh që Gaza është shumë larg. Dhe se gjithçka bëhet për të dekurajuar që të mos shkosh më atje. Kështu që unë pas përvojës sime të parë tashmë e dia pak a shumë se çfarë të presja në korrik dhe në dhjetor. Kështu isha, për shembull, me mjek që vini për herë të parë dhe u thoja miqve, do të jetë shumë e gjatë dhe mbaj mend se për të arritur në qytetin e Gazës na mori 3 ditë nga Amani. Deri në qytetin e Gazës na mori 3 ditë. Dërsa normalisht, nëse respektohet e drejta ndërkombëtare, ishte Izraeli që dohet na financonte dhe të na ndihmonte të hynim në rripin e Gazës. Kështu që normalisht duhet të kishim zbritur në Tel Aviv dhe të bënim 2 rrugë për të arritur në veri të Gazës. Por në vend të kësaj na detyruan të bëjmë gjithë rrugën rreth e rrotës. Dhe na mori 3 ditë, kështu që 3 ditë të humbura, plus 3/4 e pajisjeve ishin të konfiskuara. Kjo është realiteti për të hyrë në rripin e Gazës. Ndihma humanitare është e bllokuar. Është qartësisht e bllokuar. Dhe këtë e pash veçanërisht në Rafa. Kështu që gjatë misionit të parë në prill e kisha xhiruar këtë. Mira kamion të bllokuar, pak para pikës kufitare. Kur them mira nuk është vetëm shprehje për të thënë se ka shumë. Vërtet ka mira. Dhe ajo që është befasuese është se sheni në këta kamion të shkruar nga Indonezia me dashuri, nga Kosova me dashuri, nga ky vend apo ai vend. Kështu që të gjitha vendet e botës kanë dërguar shumë ndihmë dhe gjithçka është e bllokuar. Në anën egjiptiane
isha të rënditur kur posh një kamion të mbushur me patate që po i kalbej në diell, ndërsa më njëherë posh njerëz që po vdesin nga uria. Kështu që ndihma humanitare 99% nuk ka lënë. Po ka, qartësisht ka ndihma që arrin të kalojë. Kishim bërë disa projekte me Suisse Balak Charité, nëse më kujtohet mirë 15 kamion. Kështu që ishin shumë të lumtur, por 15 kamion çfarë janë? Duhet kuptuar mirë. Para shtatetorit ishin 500 kamion që hynin në ditje. Kështu që 15 kamion në fakt na bën të lumtur vetëm ne. Na bën të lumtur ne sepse kemi përshtypjen se po ndihmojmë, por jo, ndihma humanitare nuk hyn. Është një pikë uji që hyn. Kështu që është iluzion të besosh se nuk dua të na vlerësojë që apo të tjerët. Ato përpiqen të bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Por ato gjithashtu do të mund të thonë se sinqerisht se nuk janë efektive dhe nuk janë efektive. Ato janë të nevojshme, por ka nevojë që dyrë të hapën e të kalojnë lirshëm. Ka nevojë që kufizimet të hiqen, sepse sot e vërteta është se gjithçka është jashtë gazës dhe kjo nuk është normale. Gjatë mbërritjes sime së parë, ajo ishte përmes Egjiptit, kështu që kishim kaluar nga Kairo deri në Rafa. Ishin 10 orë rrugë nëpër Sinai. Pastaj arritëm në pikën kufitare, na u desh të presim 8 orë para se të na pranonin. Dhe kur morëm dritën jeshile për të hyrë në Gaza, ishte tejet emocionuese. Sepse ishim 16 a 17 mjek, nga e gjithë bota, Amerikan, Anglez, Kinez e tjera. Duke i pabesueshme dhe kështu sa po hym në Gaza, na pritën palestinezët nga Rafa, me një buzëqeshje të madhe, që na thërresnin ëmbëlsisht, mirë se vini në shtëpinë tuaj. Aty doli kryetari i Rafaut. Erdhi të na përshëndeste, na dha shishe uji, na përqafoi, na mbajtën një fjalim mirëseardhjeje. Ishin kaq mikpritës, dhe kjo ishte në kontrast të madh me fytyrat e zymta, të egjiptianëve që linin pas, të gjithë atyre ushtarëve që na vënin vetëm për pengesa. Vërtet ishte krejt e kundërta. Vërtet kishim përshtypjen se po ndryshonim kontinent. Kështu që pritja në Rafa, pritja e parë nuk do të harroj kurrë. Ishte jashtëzakonisht e ngrohtë. Na bën të ndiheshim menjëherë të qetë. Dhe ndiheshim si në shtëpi, seriozisht, kjo është e vërtetë. Aty ndihesh si në shtëpi, dhe ke përshtypjen se i nje vetëm pas pak minutash bisedë. Unë kisha humbur çantën time, dhe kisha gjitha pajisjet brenda. Ishin çaste euforie. Në fakt, sepse sa po arritëm të gjithë po thëm tokën e kështu me radhë, isha në stres, sa po arrita në spital, u thash gjithëve se kisha humbur çantën. Dhe mbaj mend se organizatori më tha, ke humbur nga ana egjiptiane apo nga ana palestineze? Unë thash nga ana palestineze. Ai më tha, atëherë mos u shqetëso, nesër në mëngjes do të jetë aty. Askush nuk do ta prek. Unë thash, po sikur të ishte nga ana egjiptiane? Ai më tha, mund t'i thuash lam të mirë. Kështu që pritje mbretëlënse, që do të mbetet tek dhendur në kujtesën time. Ndihmë ushqimore qartësisht jo. Kufizimet janë të tilla që nuk mundesh, pothuajse nuk kemi dërguar ushqim fare. Në nivel mjekësor kemi dërguar ilaçe duke kaluar përmes Egjiptit, sepse edhe pse shumë bagazhe u konfiskuan, megjithatë mundën të fusnim shumë ilaçe. Por në terma pajisjesh duke kaluar përmes Jordanisë, pra përmes Izraelit, jo, nuk kishim asgjë. Vërtet asgjë, vetëm sa për të punuar disa ditë. Disa ampula anestezioni, 1 ose 2 ekografi portative, por shumë pak pajisje, kështu që ndikimi ynë nuk ishte në terma pajisjesh. Ishte më shumë në terma mbështetje për ekipin e mjekëve palestinez, që ata janë të raskapitur. Pas kaq shumë ditëve duke punuar 24 orë falas dhe një mbështetje psikologjike. Sepse në prill, kur arritëm unë gjetëm menjëherë në veri të Gazës, në spitalin Kamil Redwan, dhe ishëm ekipi i parë mjekësor që vinte nga 7 tetori. Pra nga tetori deri në prill ata kurrë nuk ishin parë mjek të huaj. Kështu që kur arritëm, psikologjikisht për ta ishte wow, bota nuk na ka harruar. Kështu që sinqerisht mbështetja psikologjike ishte e jashtëzakonshme. Por në terma burimesh materiale apo njerëzore ishin ekipet e vogla. Kështu që me kohës zgjatje mjaft të shkurta, ndihma jonë mjekësore ishte shumë e dobët.
Edhe pse shumë njerëz shpëtuan, shumë dhimbje u lehtësuan, nëse shohim në mënyrë të përgjithshme ndikimi ynë ishte një pikë uji. Fatkeqësisht. Sa po largohesh nga Gaza, dhe në fakt ishte një gazian që më tha, shihemi së shpejti. Unë thash, por pse? Ai më tha, të gjithë ata që vinë kthehen. Të gjithë ata që vinë një ditë kthehen dhe vërtet, sa po largohesh, gjëja e parë që mendon është ndjenja si ke braktisur. Krijon shumë lidhje atje në vend. Kështu që kur kthehesh, supozohesh të mbash kontakt me ta. Përpiqesh që dërgosh ndihmë, por është shumë e vështirë. Misioni i dytë nuk ishte fare i planifikuar. Kisha organizuar një hyrje të pajisjeve mjekësore përmes i Jordanisë. Dhe kështu kisha telefonuar OJQ për të provuar të fus materialin, dhe kjo OJQ më kishte përgjigjur. Dëgjë, është shumë e komplikuar të fusësh materialin tënd, por nga ana tjetër, nëse dëshiron të shkosh në Gaza, ka një vend të lirë për ty. Dhe menjëherë thash në rregull. Dhe ajo që ndodhi është se sa po ndodhi misioni, Rafa u shkatrua në maj. Nuk ishte më e mundur për mjekët palestinez me origjinë palestineze të shkonin në Gaza. Dhe do të dish se shumica e madhe e mjekëve që ushtronin misionin ishin me origjinë palestineze. Kështu që nga muaji maj, në fakt ishte shumë i ndërlikuar. Të koordinosh misionin mjekësore dhe ishte shumë e vështirë të gjej mjek vullnetar, kështu që kur më pyetën, unë thash, po, për çfarë? A është se nuk keni mjek të disponueshëm? Ata më thanë jo, nuk gjej. Dhe kështu unë pranova menjëherë misionin e dytë në muajin korrekt. Dhe është gjithmonë njëjtë, vazhdimisht shkon me të njëjtën frikë në stomak. Sepse përveç kësaj ti e di çfarë do të shosh. E di çfarë të pret, por është gjithmonë kjo ndjenje të qenit i dobishëm që të jap forcën të shkosh, pavarësisht frikës së bombave. Pra është kjo, ju jeni të motivuar, ju jeni përfundimisht të motivuar nga dëshira për të ndihmuar njerëzit. Dhe kjo është më fortë se ndjenja tjera. Kjo pyetje është ndoshta më e vështira, sepse të gjithë kemi parë këto video të shumta, madje unë kam parë shumë video. Para se të shkoj atje, kështu që mendova se isha gati. Por përfundimisht do të përgjigjem vetëm me një histori. Sa po mbërritëm në spitalin Kamil Redwan. Ishim të gjithë, ishim 10. Ishim 10 që shkuam në Kamil Redwan. Të gjithë donim të ishim të dobishëm në mënyrë të shpejtë. Të mund të preknim një pacient, të ndihmonim një pacient, dhe kështu ne shpejt shkuan në urgjencë. Kur mbërrita në urgjencë ishte kaosi plot. Pyes ku janë mjekët? Nuk ka vetëm student. Në fakt unë isha i vetmi mjek. Isha i vetmi mjek, kështu që kjo është tashmë befasuese. Të thuash se je i vetmi mjek ndërkohë që sapo ke mbërritur. Të gjithë ishin studentë sepse shumica janë vrarë. Kështu gjëja e parë që pash ishte një burr i moshuar që bërtiste shumë pas meje. Dhe kur u ktheva, ai më zgjati një gjysmë fushnjë. Të djegur. Duhet të ishte 3 muajshe, por fushnja ishte vetëm gjysma në fakt. Dhe kështu sapo më dha në krahët e mi, ky ishte kontakti i parë që kisha. Ishte ky gjysmë trupi i fushnjës së djegur dhe të coptuar palestineze. Dhe menjëherë pas tij ishte babai i tij, i cili ashtu ishte i djegur, dhe aty në fakt pavarësisht të gjitha videot që keni parë apo të tjera, ishte një traumë që e kisha në duart të mia. Dhe pastaj mendova për gjitha këto video që kisha parë për javë dhe muaj, por ato e ke erën, e ke ngrohtësinë e këtij trupi. E ke gjakun që rrjedh në gishtat e tu. Kështu që e vendosa pranë babait e tij dhe pastaj dola, isha i shkatruar. Mu deshtën 2 orë për të kthyer dhe pastaj e sheh këtë gjë gjithmonë. Çdo ditë ajo që bota nuk e sheh është, do të thosha, intensiteti. Sepse shpesh shohim video, vërtet. Por ajo që bota duket se ignoron është se çdo ditë në 24 orë do të shohësh fushnjë të vrara. Do të shohësh grashta të zana të vrara. Do të shohësh të moshuara të vrara. Do të shohësh njerëz të djegur. Do të shohësh njerëz që u lërin nga dhimbjet e mëdha. Gjithë ditën kështu është dhe gjithë natën kështu është. Në fakt intensiteti mendoj se është jashtëzakonisht i nënvlerësuar.
ato që e injoron bota. Ato që injoron bota janë vdekjet indirekte. Sepse në video, në rrjetet sociale do të shohim njerëz të plagosur dhe ajo është më traumatike, por ka shumë njerëz që vdesin nga sëmundjet, ka shumë njerëz që vinin në urgjencë sepse ishin diabetik, nuk kishin insulinë, sepse kishin kriza astme, sepse kishin apendicite, ka shumë vdekje të tilla dhe këto nuk i shohim dhe bota i injoron. Dhe në fakt kjo është arsye pse shpesh them se ky numër prej 50 ose 55.000 vdekjeve zyrtare të drejtë për drejta që mediat ndërkombëtare citojnë është jashtëzakonisht i nënvlerësuar. Tashmë ka shumë që janë në rënoja dhe pastaj vdekjet e shumta indirekte. Kështu që jemi në 350.000 vdekje. Lehtësisht 350.000 vdekje. Kështu që ajo që bota nuk e sheh dhe ajo që është më e vështira për ta parë është atje intensiteti i vuajtjes. Ka shumë trishtim. Në fakt atje ka shumë trishtim, ka shumë njerëz, është shumë trishtim në të njëjtin vend. Nuk kam pasur shumë përvojë humanitare më parë, para këtyre misioneve, por isha me ekipin tim, me mjek që kishin 30 ose 40 vjet mjekësi humanitare, dhe pastaj i shehja duke qarë. U thosha, prit, ti duhet të jesh i mësuar me gjithë këto misione. Ata më thanë, por kjo nuk ka të bëj fare me ato që kishin bërë më parë. Ata kishin ndihmuar në vende si Sudani, Siria e kështu me radhë. Por intensiteti i madh i vuajtjeve, këtu ishte traumatik për të gjithë. Është jashtëzakonisht e tmerrshme dhe nuk ndalon ditë e natë. Frika më e madhe kur je atje nuk është domosdoshmërisht frika se do të vritesh. Është më shumë frika në fakt të mos i përmbushësh pritshmëritë e tyre. Sepse kur je atje, ke një uniform të veçantë. Kështu që të gjithë banorët e Gazës e dinë që je i huaj. Dhe kështu kur të shohin, kur të mbërishte të plagosurit, të gjithë drejtohen te ju duke shpresuar se ti je mjeku i huaj dhe se do të kesh zgjidhje për ta. Dhe kjo ishte gjëja më e vështirë për të menaxhuar. Sepse ata kanë pritshmëri që janë thjesht të parealizueshme. Dhe ndonjëherë të sjellin fëmijët e tyre që kishin gjysmën e Kafkës në fakt. Kështu që kur i viziton ti, heq fashën, truri ti bie në tokë. Dhe pastaj nëna të shikon me sy të mëdhenj, për të thënë a do të jetë mirë. Dhe kështu kjo frikë në fakt, të mos qeni ti dobishëm se ata duan, dhe të zhgënjyrit e tyre, por ata mbërrin në gjendje që janë tepër keq. Pra katastrofike. Sa që përfundimisht është diçka për cilën nuk mund të bëhet asgjë. Por frika atje, stresi të lëndosh apo tjera gjëra nuk të bëjnë përshtypje, se je aq i zënë, je aq i zhytur nga intensiteti i madh i punës, sa nuk mendon për këtë. Në asnjë moment në fakt. Gjatë kohës që je duke trajtuar dhe nëse shpërthen shumë afër bombë apo diçka tjetër, spitali dridhet tepër, por je aq i zhytur nga gjitha këto raste të rënda, të lënduarit që u lorin shumë, saqë je i përqendruar në punën tënde. Dhe nuk ka vend për frikë, nuk ka pasur vërtet frikë. Por ja, ky frustrim dhe kjo frikë që po i zgënjejmë, po. Po, ndër momentet më të vështira ishte kur një grua shëtiste në treg për të blerë rroba për fushin e saj të ardhshme. Pasi ajo ishte shtatzënë në muajin e 8. Dhe pati një shpërthim të madh, ku një predh e kishte qelluar në dorë dhe pastaj në barkun e saj. Pour son futur bébé, elle était enceinte de 8 mois et puis il y a eu une grosse explosion et donc il y a un éclat d'obus en fait qui a traversé sa main puis son abdomen. Ajo u dërgua me urgjencë në spital dhe konstatua se copza e predhës kishte kaluar në përkrahërorin e fushnjës së saj 8 muajsh. Kështu që duaj të bënim një ndërhyrje cezariane me urgjencë dhe t'ja nxjerrnim këtë fushnjë tashmë të vdekur.
Në atë moment ishte shumë e vështirë të gjejmë fjalë për këtë nënë, sepse ajo mbijetoi. Ka pasur edhe momente tjera ku nuk e përballon më. Kisha por aq shumë raste urgjente, aq shumë reanimime. Ndonjëherë je i detyruar të largohesh nga urgjenca sepse nuk ndalojnë thuajse kurrë rastet e tilla. Shkova në triazh me shpresën se do të ishte më qetë, dhe në fakt atje ishte një realitet edhe më i rëndë. Atje njerëzit vinin me thasë të zinje plastike, me trupat e të dashurve brenda. Dhe ajo që të copton më së shumti zemrën është se kur të vinë prindrit, jo për ndihmë, por për të regjistruar fëmijët e tyre të vdekur, duhet të jesh në gjendje të kuptosh pak a shumë sa vjeç është, dhe nëse është djalë apo vajzë. Por kur të sjellin në qese, kjo grua në këtë rast kishte 2 qese plastike me vete, dhe ti duhet t'i peshosh këto qese me mish, sepse nuk është më trup, janë copë sa mishi. I peshon dhe sipas peshës, përpiqesh të kuptosh sa vjeç ka qenë. Ata krijuan një protokoll i cili ekziston vetëm në Gaza, sepse atje prindrit nuk mbledhin kurrë copëzat e plota të fëmijëve të tyre. Prandaj u krijua ky protokoll. Për shembull, nëse ka 10 kg, domethënë fëmia ka pasur këtë moshë, ose atë moshë përafërsisht. Por pjesa më e dhëmshme është i fusësh duart në ato qese për të identifikuar nëse është djalë apo vajzë. Dhe kjo është shumë rënd ta përballoj. Në një rast kur po fusja duart në një qese, pash gishta të vegjël të këputur. Në atë qast përballë meje qëndronte nëna, dhe ti vendos veten në vendin e kësaj nëne, që duhet të mbledhte fëmijën e saj dhe ta fuste në qese. Vuajtja që ajo ka të bën të harrosh tënden. Kështu e bën këtë në një mënyrë pak më mekanike. Dhe ti largohesh që ajo të mos shoh se je keq për brenda. Momente si ky ka pasur shumë. Ka pasur edhe të tjera. Situata shumë të rënda, shumë të vështira, veçanërisht një ku kishim një mbërritje masive, pra kishte shumë të lënduar, por ne e menaxhuam situatën mjaft mirë. Isha mjaft i kënaqur sepse kisha pasur vetëm pak viktima. Dhe kështu në shpreha këtë të shefi i shërbimit që më tha: "Eja me mua dhe do të shohësh, më çoj në morg." Aty e kuptova se të vrarët nuk hinin në urgjencë. Nuk i kishim parë më parë atje në morg. Ishin aq shumë trupa fëmijësh, koka të prera, familje që qanin. Me njëherë gjithë ai entuziazëm disi u shua. Por do të thoja se ka një tjetër ngjarje që është shumë e rëndë. Kjo është për shkak se nuk ishte misioni im i parë. Në fakt, kur isha atje herën e parë u njoha me disa mjekë, me të cilët kam mbajtur kontakt për një kohë të gjatë. Kjo ndodhi me 4 janar, disa nga ata mjek, Ahmed, dhe pastaj e pash përsëri në dhjetor në spitalin Shifa, në urgjencë, dhe isha lumtur që e pash përsëri. Kishin kaluar muaj që ne shkruanim flesnim në telefon. Dhe kur e pash përsëri, në fakt është dikush që kishte një devotshmëri të madhe, një buzëqeshje të madhe, ishte shumë objektiv, dhe ishte dikush prania të cilit ishte këndshme. Dhe kështu unë kisha punuar me të gjithë ditën në spitalin Shifa. Dhe pastaj duhet të shkoja në një tjetër spital për turnin e natës, dhe kështu i thëmë: "Mirë pra." Së pari bëra pyetjen: "Si është familja jote?" Ai më përgjigj: "Gjithçka është shumë mirë. Të gjithë kanë shpëtuar dhe u ndjeva i lehtësuar. Kishim kaluar një moment të mirë." Dhe pastaj ora 15 kur doj të shkoja në spitalin tjetër. Dhe i them: "Shihemi nesër në mëngjes." Dhe aty kur marr turnin në spitalin tjetër, rreth orës 2 të mëngjesit në një shpërthim i madh me një F16, shumë njerëz mbërrinë dhe pastaj shës atë duke ardhur. Ky mjek i njëjti, ai po vjen me gjithë familjen e tij, dhe familja e tij ishte e coptuar. E shqyr, dhe unë kur pash atë nuk e njoha më njëherë. Në momentin e parë i thash: "Unë e njoh këtë djalë." Ishte aq keq sa nuk e njoha dot më njëherë. Dhe kur gjithë infermierët më thanë: "Është Ahmed, është Ahmed", aty nuk ishte më një i panjohur. Ishte dikush me cilën ke shkëmbyer shumë. Ishte dikush që më ishte bërë një mik dhe pastaj e sheh duke ardhur. Ishte në shtëpinë e tij, po flinte, ishin 16 njerëz në atë shtëpi dhe ata u goditën aty drejt për drejt, sepse gjithë familja e tij ishin një familje mjekësh. Dhe kështu mjekët atje janë gjithë një në shënjestër. Qartësisht babai i tij ishte profesor në nefrologji, ata u vronë, u masakruan.
Kjo ishte shumë e ndërlikuar, shumë e vështirë. Të gjithë ishin të traumatizuar, të tronditur. Fakti të qenit në shënjestër, sepse je mjek, është jo vetëm një krim lufte, është një krim kundër njerëzimit. Këtë e kam përjetuar shumë keq, sepse unë u përpoqa të ndihmoja sa munda. Ai mbijetoi, kishte pasoja të rënda për mbijetoi. Shembuj si ky kam plot. Dhe janë shembuj që ne nuk i shohim në televizion. Në televizion qartësisht jo, por që nuk i shohim as në rrjetet sociale. Por kjo vuajtje është e madhe. Është thjesht tepër e vështirë. E vështirë për të shprehur sepse mund të flas me orë të tëra. Vërtet me orë të tëra, sepse aq intenziv është atje. Unë nuk ka një situatë më të vështirë se një tjetër. Il n'y a pas forcément eu de situation plus difficile qu'une autre. Tout est très compliqué. Et pasi të gjitha janë shumë të tmerrshme dhe kjo është arsye pse shkoj atje, për të provuar në mënyrën time që gjërat të ndryshojnë, sepse nuk mund të jesh thjesht vetëm një dëshmitar i asaj që po ndodh dhe pastaj të flesh qetë natë. Kjo nuk është e mundur. Përgjegjësia e tyre vetëm është se kanë lindur në Gaza. Kështu që fakti që ne jemi këtu në Zvicër, në një mjedis shumë të qetë dhe të sigurt, dhe që ata jetojnë në një lloj ferri çdo ditë, është aq e vështirë sa na shtyn të mundohemi të bëjmë diçka për të ndihmuar ata. Ato familje, pra familjet palestineze, po vdesin nga uria. Les familles palestiniennes, elles meurent de faim. Po kur ti kujdesesh për fëmijët e tyre në mbrëmje ose të nesërmen në mëngjes, ato familje vinë dhe të sjellin ushqim. Kjo është diçka që është thjesht mbreslënse. Ato familje të sjellin gjëra që janë shumë të varfra, të vogla ushqimore. Dhe ato familje të kërkojnë falje përveç kësaj kur të sjellin ushqim. Merreni me mend, të kërkojnë falje. Ata të kërkojnë falje duke thënë se na vjen keq, kemi provuar të përgatisim diçka për ty me atë që kemi mundur, sepse ata kanë një vakt ushqim që quhet makluba. Është një pjatë palestineze, por edhe siriane. Por verzioni që ata kanë tani është shumë bazik. Dhe kështu shpesh kemi familje që vinë, që ju sjellin ushqim. Është thjesht e mahnetshme. Kështu që ju keni turp ta pranoni këtë, por ata insistojnë aq shumë, madje edhe fëmijët janë kudo atje duke insistuar. Edhe kur je në sallën e operacionit, do të shohësh fëmijë që do të përpiqen të hyjnë. Pra je në urgjencë dhe aty ka fëmijë kudo. Ata jetojnë me këtë. Për ta, kjo është një përditshmëri e tyre. Ata përpiqen të bëjnë diçka. Kështu që do të shkojnë të zhëtisin kudo që munden, do të hyjnë në urgjencë, ata kalojnë kohën e tyre duke lëvizur dhe duke u marrë me diçka. Pra, për më të vegjëlit dhe për ata që janë pak më të rritër, ata përpiqen të gjejnë dru e kështu me radhë. Kështu që fëmijët janë të magjepsur nga ju, sepse vinin nga jashtë, sepse ju thoni 2-3 fjalë në arabisht. Për këtë ata ju konsiderojnë të gjithëve si vllajën e madh që kanë. Presin shumë nga ju, ata ju kërkojnë foto. Të gjithë duan, ju ftojnë të shkoni në çadrën e tyre për të pirë çaj. Për ka aq shumë ftesa atje sa është thjesht e pamundur të shkosh. Dhe në fakt ju mundoheni të ndaloni pasi është ndaluar të dilni nga urgjenca. Për të mos e dalësh sepse përndryshe kaloni kohën duke vizituar gjitha çadrat dhe nuk keni shkuar atje për këtë. Përpritja është e jashtëzakonshme. Njerëzit janë të jashtëzakonshëm. Ata ju bëjnë lutje që ju prekin thellë, shumë thellë. Ata ju pyesin nga veni. Unë ju them që jam me origjinë marokane dhe pastaj ata bëjnë lutje që janë kaq të sinqerta dhe kaq intensive sa ju prekin menjëherë. Dhe ata tregojnë një devotshmëri që është e jashtëzakonshme. Thjesht e jashtëzakonshme. Një sinqeritet që nuk e kam parë kurrë më parë. Këta, të njëjtit fëmijë që do t'i takoni në rrugë, janë mishërimi mësimeve fetare, në kuptimin që nuk kanë asgjë materiale, por janë shumë zemërgjerë. Janë shumë optimist e pozitiv, të dashuruar, thellësisht në fenë dhe e praktikojnë atë. E njohin mirë, por edhe e praktikojnë atë. Gjithashtu, nëse dua të them se ka ende një vend në botë ku Islami është i bukur dhe i pastër, në praktikën e tij është atje në Palestinë.
c'est peut-être les diversités qui ont Ndoshta janë vështirësitë që e kanë lejuar, në fakt që e bëjnë këtë të mundur. Vështirësitë. Por pritja është shumë e ngrohtë. Unë kam udhëtuar shumë kudo në botë, por pritje si në Gaza, unë nuk kam përjetuar askënd tjetër. Dhe është një popull që vërtet duhet ndihmuar dhe ruajtur. Je ne l'ai connu nulle part ailleurs. Et c'est un peuple qu'il faut absolument sauver et préserver. Po, Khaledi, i dashuri Khaled. Është dikush që gjithë bota e njeh përmes kësaj video të trishtuar të vajzës së tij. Rima, që u vro. Ai tregoi një imazh tjetër të burrit me mjekër dhe qalm. Imazhin e dashurisë, imazhin e kundërt të asaj që Perëndimi përpiqet të na tregojë. Video e tij më kishte prekur shumë dhe para se të shkoja në Gaza, gjithmonë kam dashur ta takoj. Cette vidéo m'avait beaucoup touché et puis avant même d'aller à Gaza, j'ai toujours souhaité le rencontrer. Dhe kështu në prill nuk pata mundësi. J'ai pas eu l'occasion Në korrik po ashtu. Por në dhjetor, duke lënë spitalin Al-Aqsa në Deir al-Bala, isha në autobus dhe do të niseshim dhe pastaj një natë më parë po flisja për këtë. Për këtë plak duke i shikuar videot. Po flisja për këtë plak me kolegën tim Yasin, një kirurg dhe i thash, ai nuk e njeti dhe i tregova video, i tregova ndikimin që ky burr kishte pasur për botën. Dhe kur isha në autobus, Yasin më tha, "Hey, a nuk është ky plaku për cilin po flisje?" Dhe pastaj ktheva kokën dhe e pash, atë e një nga larg me veshin e tij marokin dhe zbrez nga autobusi, shumë i emocionuar, e i gëzuar dhe e marr e përqafoj. Mendoj se qëndrova në krahët e tij për 5 deri në 10 minuta. Të gjithë në autobus po më shikonin keq, sepse të gjithë donin të flisin me të. Por unë nuk doja ta lija, sepse kur isha në krahët e tij, ndihesha si një fushë. Si një fushë në krahët e babait të tij. Vërtet ishte shumë e këndshme si ndjesi. Pastaj kemi shkëmbyer disa fjalë, ai më pyeti nga vija, unë i thash se jam marokian, dhe ai më tha shikoj jam veshur si marokian. Dhe pastaj kemi folur për rimën, për mbesën e tij, dhe kisha lët në sy kur flisnim, sepse është e vërtetë që mbesën e tij të gjithë e donin. Të gjithë e kanë dashur përmes historisë së saj të trishtuar. Dhe pastaj na u desh të largoheshim, por paraprakisht bëra 2-3 foto me të, duke i uruar gjitha të mirat, duke puthur në ballë dhe një javë më vonë mësova se ai ishte vrarë. Ishte bombarduar nga izraelitët. Ishte vrarë dhe kjo ishte shumë trishtim për ne. Por njerëz të tillë ishin të dashur nga gjithë njerëzit e Gazës, kështu ai u vro. Nuk jemi të shqetësuar për të, sepse kur dikush si ai vritet, ne e dim se tani ai është në paqe. Dhe e dim se ai donte të bashkohej me të voglën e tij që quhej Rima. Shumë trishtim. Por në të njëjtën kohë një lehtësim për të, sepse ishte aq i trishtuar që e kishte humbur atë, kështu që është e vështirë të largohesh nga ai. Për Gazën, ne përpiqemi të gjejmë përgjigje. Përpiqemi të ndihmojmë ndryshe, me që nuk jemi në terren. Në fakt e kuptojmë se nuk po i bëjmë gjërat siç duhet. Përpiqemi të flasim me politikanët, përpiqemi të protestojmë, të bojkotojmë. Unë besoj në bojkot dhe mendoj se bota duhet të bojkotojë gjithçka që është amerikane. Pra gjithçka që i përket qeverisë bashkëpunëtore. Dua të them se bojkoti është minimumi që mund të bëjmë. Dua të them që ai që nuk i bojkoton, unë as nuk ulem në të njëjtën tryezmet. Me atë që nuk bojkoton, unë nuk ulem në të njëjtën tryezmet. Dëgjoj, nuk flas për ta sepse për mua duket e qartë. Por të protestosh, të përpiqesh të dërgosh ndihmë, të dërgosh para, gjitha këto i kemi provuar, por në të vërtetë e kuptojmë se gjithë bota është bërë shorë. Është bërë me mece e verbër që nga fillimi. Muet, aveugle depuis le début. Sidoqoftë mediat na bëjnë të besojmë kështu. Por kur gërmon pak dhe shikon popujt, në fakt ajo që është shumë e qartë është se ka një kthesë, një situatë në nivelin e opinionit publik ndërkombëtar. Popujt e vërtet, populli pra është me palestinest.
sepse popujt e kanë kuptuar ftyrën e vërtetë të asaj që quhet dhe njihet si sionizmi. Dhe unë e them hapur, jam kundër sionizmit. Duhet të jesh kundër sionizmit. Është një lëvizje politike. Unë kam punuar me njerëz të besimit hebrej dhe që gjithashtu ata janë kundër sionizmit. Kështu që nuk duhet të kesh frikë të përdorësh fjalët sionizmi është një anomali dhe duhet të luftojmë kundër kësaj anomalie, njëjtë sikur nacizmit. Sot bota ndjehet e pafuqishme. Kur flas për botën, flas për qytetarët e lirë. Ata ndjehen të pafuqishëm dhe shpesh dëgjojmë këtë diskurs. Por çfarë mund të bëjmë? Vërtet çfarë mund të bëjmë? Mund të bëjmë gjëra që sigurisht mund të lëvizim. Flisja për bojkotin më parë, por jo vetëm, mund të përpiqemi të bashkohemi dhe të krijojmë një forcë të vërtetë. Sot kemi një projekt që është shumë i rëndësishëm. Kur them se është i rëndësishëm është sepse kemi kuptuar se gjithçka që bënim deri tani, qoftë dërgimi ndihmave humanitare apo shkuarja me mision mjekësor, ndikimi ishte zero. Ndikimi është zero dhe do ta pranojmë. Politikanët nuk janë me ne. Kanë kaluar 18 muaj tani. Tani është muaji 19 që lufta vazhdon. Nëse politikanët do të donin të na ndihmonin Gazën, do ta kishin bërë tashmë. Kështu që në fund çfarë mbetet, nuk ka asnjë forcë ushtarake përballë asnjë forcë ushtarake, të paktën që do të merrte rrezikin ose që do të ishte e aftë ta ndalonte këtë gjenocid. Kështu që me eliminim mbetet vetëm populli. Dhe përjedhoj sot përpiqemi të krijojmë një lëvizje. Faktikisht nuk është se po përpiqemi, e kemi krijuar dhe është rrugës, është në fazën e ndërtimit. Kjo lëvizje quhet Marshi për Gazën. Dhe është një thirrje për gjithë qytetarët e botës. Gjithë qytetarët e botës, nuk flasim për përfshirjen vetëm të mjekëve humanitarëve, por të gjithë njerëzit e lirë të botës që mendojnë dhe konsiderojnë se ajo që po ndodh në Gaza është e padrejtë. Dhe shpresoj që zemrat e tyre të paktën ta ndjejnë këtë. Sepse përndryshe do të thotë se kanë humbur çdo gjurmë humaniteti. Ftoj të gjithë këta bashkëqytetarë të bashkohen dhe të marshojnë drejt Gazës. Dhe kur them të marshojnë drejt Gazës, nuk është në një kuptim abstrakt, është vërtet të marshosh fizikisht drejt Gazës. Kështu ne kemi një projekt të madh të shkojmë në Egjipt, të kalojmë Sinajin dhe të marshojmë drejt portat e Gazës. Këtë projekt ka kohë që shumë njerëz e mendojnë, por sot po konkretizohet. Pse? Sepse kuptojmë se nëse jemi kaq të dobët, është sepse jemi të ndarë. Aujourd'hui, ça se concrétise. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que si on est aussi faible, c'est parce qu'on est divisé. Magrebinët në një anë, Ballkanasit nga ana tjetër, Evropianët këtë, të krishterët, hebrejt, muslimanët, pasi faktikisht ne të gjithë vuajmë nga kjo situatë, të gjithë qajmë për këtë situatë, të gjithë kemi të njëjtën dhimbje, kështu që e gjithë kjo dhimbje në fakt duhet të na bëjë që të bashkohemi. Përmes një marshimi që është paqësor, po një marshim ku do të jemi dhjetra mira që të mblidhemi para portës së Rafahut. Dhe të bërtasim fort se jemi me Gazën, dhe kjo njësoj si marshimi Gjelber, ose marshimi Gandhit, ose marshimi Martin Luther Kingut. Pra është plotësisht i realizueshëm. Disa herë më thon po, por probleme do të ketë gjithmonë. Unë preferoj të flas me ata që propozojnë zgjidhje, dhe tashmë ka rreth 15 vende që u kanë bashkuar kësaj lëvizjeje. Dhe qëllimi i kësaj video nuk ishte vetëm të flisje për tmerrët e Gazës, por edhe të flisja për zgjidhjet që ekzistojnë, dhe kjo zgjidhje jo vetëm që ekziston, por është në fakt e vetmja zgjidhje që kemi për të bërë diçka të vërtetë. Është të shkojmë masivisht atje, sepse në fakt ka një koncept që duket se injorojmë. Është kostoja e gjakut. Pra kostoja e gjakut, gjaku ynë kushton shtrejt. Gjaku i palestinezëve nuk vlen asgjë. Gjaku i egjiptianëve nuk vlen asgjë. Dhe në fakt këta egjiptian me një fjalë na therrën për të na thënë: "Ejani të marshoni me ne sepse kemi provuar të shkojmë, por ushtria na qellon." Kështu që gjithë evropianët, amerikanët, aziatikët, gjaku juaj kushton shtrenjtë, sepse ju jeni ata që bëni ekonominë e këtyre vendeve të funksionojë. Ju jeni ata që shkoni në Hurghada, që shkoni në Sharm el Sheikh
Ju jeni ata që bëni ekonominë e Egjiptit të ecën, dhe kështu gjaku juaj është i çmuar. Por në të njëjtën kohë gjaku juaj duhet gjithashtu t'ju shërbej për të bërtitur fort, se nuk jemi dakord me atë që po ndodh në botë. Dhe se qeveritarët tonë që supozohet të punojnë për ne, në fakt po punojnë kundër vullnetit tonë dhe ne jemi bashkëfajtorë. Nëse nuk mund të pranojmë të jemi bashkëfajtorë në një gjenocid të tillë, ka zgjidhje për këtë. Ai që thotë se nuk di çfarë të bëj, sepse pas 20 vjet apo 30 vjet, kur goza të jetë zhdukur dhe fëmijët tuaja t'ju thonë, çfarë bëre ti? Kur ndodhi një gjenocid dhe ti ishe në gjendje të veproje, ti do të thuash, dërgova pak para, eca pak, protestova pak, por sot ka një veprim të vërtetë që mund të ketë një ndikim. Dhe që kushton vetëm sa një bilet avioni në fund të fundit. Prandaj unë ftoj gjithë botën të vijë dhe të ecë dorë për dorë vetëm për paqen. Në mënyrë shumë praktike, këtu në Evropë ne tashmë jemi organizuar. Zvicra, Belgjika, Franca, Italia, Gjermania, të gjithë ju bashkuan kësaj lëvizje. Kështu që jemi të organizuar në grupe koordinatorësh, në grupe kombëtare, në mënyrë praktike. Ftoj gjitha vendet e botës që të organizohen sepse qëllimisht është që çdo vend të jetë plotësisht i pavarur dhe autonom. Kështu që ju që nëse dëgjoni këtë video dhe jeni në Kosovë, në Maqedoni, në Australi ose gjetë, krijoni një lëvizje të ngjashme dhe bashkoheni marshimit për Gazën. Në fund të videos do të vendosim vetëm llogën me një lidhje ku do të ketë të gjitha informacionet. Por nuk duam që ju të bashkoheni me një lëvizje. Duam që ju të krijoni tuajën në vendin tuaj. Është shumë e rëndësishme që kjo ide të mbijë në të gjitha vendet e botës. Pse? Sepse kështu lëvizja do të jetë e pandalshme. Nëse vetëm ndiqni një lëvizje, mjafton që kjo lëvizje të bjerë dhe të gjithë do të bien. Ndërsa nëse të gjithë ecin vërtet në mënyrë frontale, nëse një ose dy bien, të tjerët do të vazhdojnë të ecin. Kështu që në mënyrë konkrete, informoheni pranë OJQ-ve tuaja, të gjitha shoqatave në fakt që punojnë për Palestinën, të gjitha në mënyrë kolektive që punojnë për Palestinën, u thoni atyre. Qartësisht, a keni dëgjuar për marshimin për Gazën? Çfarë presim, pse nuk shkojmë? Dhe ata natyrshëm do të krijojnë këtë lëvizje dhe të bashkohen me nismën tonë. Kështu që marshimin duam ta bëjmë në qershor. Qershori është së shpejti. Nuk mund të lejojmë të presim deri në verë. Nuk mund të lejojmë të presim shtatorin. Kështu që duhet të ndodhë në qershor. Nuk kemi më kohë e as luks për të ankuar për detajet. Do të shkojmë direkt në pikë dhe a dini çfarë, e kam dorë këtë nismë me banorët e Gazës. Dhe mesazhi i tyre i vetëm, përgjigjja e tyre e vetme ishte, nuk ka zgjidhje tjera. Ejani, ne ju presim. Leur unique message, leur unique réponse était, il n'y a pas d'autre solution, venez, on vous attend. Foldreit, faleminderit.